Giovanni Brusca, njeriu që shtypi butonin e vdekjes në Capaci më 23 maj 1992, duke vrarë gjykatësin legjendar Giovanni Falcone, bashkëshorten Francesca Morvillo dhe 3 truprojat e tij, është sot një njeri i lirë, ligjërisht, por kurse moralisht. Pas 25 vitesh burg dhe 4 vitesh të tjera nën mbikëqyrje, kasapi i Cosa Nostra, bosi i San Giuseppe Jatos dhe përgjegjës për më shumë se 100 vrasje, shumë prej tyre me mënyra makabre, mbyll formalisht kapitullin e tij penal, por ai nuk mbyll dot kapitullin e tij me Italinë. Bashkëpunimi i Bruscas me drejtsinë ndihmoi në zbërtimin e strukturave të errta të mafias siciliane, por gjithnjë ka ngjallur dyshime. A ishte kjo një pendese e sinqert, një përpjekje për të shpëtuar veten, apo një pazar i ftohtë për të shpëtuar burgimit të përjetshëm? Familjet e viktimave, që nuk kanë marrë kurrë drejtësi të plotë për jetët e shkatruara, e kanë quajtur këtë liri një fyerje të rëndë. Për ta, Brusca do të mbetet përjetësisht fytyra e pabese e Cosa Nostra, simboli një Italie që flet për drejtësi, por që shpesh harron të pyes, drejtësi për kë? Lirimi i tij në vitin 2021 ndezi polemika në të gjithë vendin. Sot me daljen përfundimtare nga kontrolli i shtetit, ai shëtit si qytetar i lirë në një vend që e kujton Falconen me bulevarde, memoriale e slogane, por që se ka zhdukur ende hijen e mafias nga rrënjët e saj. Në fund, ndoshta nuk është çështje ligji, por ndërgjegjeje, dhe ndërgjegja një kombi nuk ka fat skadence.